Partia Demokratike është drejtuar sërish KQZ-s lidhur me problematikat e konstatuara me votën e diasporës, kryesisht në Greqi, përmes një shkrese ku rendit problematikat që janë shënuar deri më datën 6 maj. Demokratët kërkojnë që të bëhet një audit, duke argumentuar se rrezikohet integriteti i këtij procesi zgjedhor. Partia Demokratike thotë se shkeljet më të rënda janë regjistruar në Greqi, ku jetojnë pjesa më e madhe e emigrantëve, por probleme serioze janë verifikuar edhe në Itali, Gjermani e SBA, Britani dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Në shkresë përmenden shkelje që sipas Partisë Demokratike variojnë nga mungesa e transparencës procedurale, të presionit politik, shpërndarja e zyrtare e fletëve votimit, cënimi i fshehtësisë së votës dhe të tjerë. Sipas Partisë Demokratike, shkeljet e konstatuara janë ndërgesa të parregullta të zarfeve, 2 fletë votime në një zarf, mungesë udhëzimi për votuesit, presion politik dhe blerje votash, vonesa ose mosdorëzimi i zarfeve, mbledhje e palishme e votave. Vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare, Ilir Metej është drejtuar qytetarëve nga qelia me një mesazh të fortë. Kreu i Partisë së Lirisë ka shpërndar një postim në Facebook ku kërkon shqiptarëve votën për ta çliruar Shqipërinë nga grabiqerët. Metej cilëson 11 majin si ditën e aktit final kundër një qeverisje që sipas tij ka shitur kufin dhe ka vjedhur djersën e qytetarëve. Ai premton se vota për të do të përkthehet në zhvillim, drejtësi dhe ndëshkim pa kompromis ndaj atyre që quhen narkoqeveritar. Vota juaj për mua është një përgjegjësi e madhe, do t'i përkushtohem me gjithë fuqinë dhe eksperiencën time, shkruan Meta. Ajo bëri thirrje qytetarëve të votojnë koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe kandidaturën e tij për deputet në qarkun e Tiranës. Vrasja me sfond mafios që tronditi qytetin e Vlorës më 27 prill, ku mbeti i vdekur 58 vjeçari Renato Hoxhaj, ndryshe nga krimet që tentojnë të jenë të përsosura lë gjurmë. Në të vë ka zbardhur pistat e hetimit ku po heton policia, një prej tyre, Eris Mehmetaj, i cili u arrestua 2 ditë pas vrasjes në Tiranë. Njeriu nga Tropoja, djali i ish deputetit Xhevdet Mehmetaj, dyshohet se ndihmoi autorët duke siguruar makinën e përdorur në atentat. Edhe pse ai mohon përfshirjen, hetimet tregojnë ndryshe. Në telefonin e tij u zbulua prova që e lidhin me ngjarjen. Mehmetaj rezulton të ketë pasur kontakte të ngushta me Rohan Brahimin, një emër i përfolur për përplasje me Ervis Martinajn, dhe i vrarë në maj 2024 në Athinë. Për më tepër, babai i Ibrahimit, Gjovalin Prendi, u vra më 17 prill në Lezhë, ka forcon dyshimet për një zinxhir akmarrjesh. Sipas hetimeve, Mehmetaj kishte blerë makinën e përdorur në krim në emër të një të moshuar nga Vlora, ndërsa pasaj qëndronte Alesio Dobrozi, një emër i shpallur në kërkim për atentatin ndaj Brilland Martinajt. Dyshohet se pas këtij zinxhiri qëndron një grup i fuqishëm kriminal me bazë në Dubai, aty ku Mehmetaj kishte publikuar foto pak para krimit. Autori tashmë identifikuar si një shtetas rumun me president penal, priti për rreth 90 minuta në hyrje të pallatit ku banonte Hoxhaj. Kur viktima doli, ai u qullua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, duke humbur jetën menjëherë.